Pensionistët që jetojnë në zonat rurale vjojnë të punojnë, ndonse mundësia e vetme e tyre është sektori i bujqësisë. Luan Emisir Kryemadhi nga fshati Grevi Dibrës çdo ditë bëjnë punë të ndryshme në sektorin e bujqësisë, që nga kultivimi i kulturave të ndryshme e deri tek blegtoria. Ata thonë se shkaku është niveli shumë i ulët i pensionit, me të cilin nuk përballojnë dot nevojat ekonomike që kanë për të jetuar, sidomos edhe për medikamentet mjekësore që marrin. Për këta dy të moshuar nuk ka fundjavë, orar e kalendar, pasi çdo ditë i shet duke punuar. Ndonse shpresa e vetme për ta mbetet bujqësia, pensionistët Luan Emisir Kryemadhi thonë se çmimet e punimit të tokës, të farave e plerave kimike janë shumë të larta dhe thuajse të papërballueshme. 4 deri mesër kom bërë sa dush, me po pa vlerë. Lë pa të hangër këtë, nuk bëm para mesën. Me bujqësini, me humje këtë. Sove se në s'ka, gjë s'ka. Po, sorim pa punë të shimi mësu tu krojt një kafusha dhe shumë dalim. Sorim kë shpia. Se po si të kë shpia të më shku në kafe s'kemi pare dhe mermi me i punë. Me ndihmu, po të me ndihmu, se me së ndihmu. Nuk në kanë lartë me i nafartë, për të shishit bën. Këta janë, s'kemi këtë marim. Shtenë, ku tim në të shu i gjemë përsi. Gjesa se një bën vetë, shtenë të dirë, që atë të me i. Po një dy deli me gjimë s'majser, tjetra jënë, që ashtu, po ndryshme. Në ka zënë, po në pra që se ben, me humje dalim se ben, me fitim simit të dalim, ve me kashta të u ma për ljëm. Veç me në më opesiani, mojë se për tjetër gjëzë bëllate. Me go marë, bem, duje, bem, berna, bem, qish marë. Për shkak të kostës së lartë të automjeteve, të dy pensionistët përdorin kafshë ngarkese për të marrë prodhimet e tyre apo për të shkuar për të punuar në tokat bujqësore që i kanë larg shtëpisë.